Dy partit kryesore në vend, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, kanë arritur dakordësinë për përbërjen e Komisionit të Reformës Zgjedhore. Raportohet se është dakordësuar që pjesë e komisionit të jenë edhe partitë pa grup parlamentar. Referuar burimeve, socialistët i kanë dhënë një vend në komision Partisë Social-Demokrate të Tom Doshit, ndërsa nga radhët e opozitës, një vend do t'i jepet Partisë Mundësia të Agron Shehajt. Antarët e Komisionit për Reformën Zgjedhore janë 7 nga Partia Socialiste. Pas marrëveshjes, Partia Socialiste do të mbajë 7 vende nga 8 që i takojnë shumicës, ndërsa një karrige do t'i lihet në dispozicion Partisë Social-Demokrate të Tom Doshit. Ndërsa nga opozita, Partia Demokratike do të ketë 5 antar, një antar Partia Republikane, një antar Partia e Lirisë dhe një antar Partia Mundësia. Jashtë pjesëmarrjes në komision mbeten Lëvizja Bashke Arlind Qorit dhe Lëvizja Shqipëria Bëhet. Ngritja e Komisionit të Reformës Zgjedhore pritet të miratohet në Kuvendin e Shqipërisë javën e ardhshme.